Kjo është një sfidë e re, ku vajzat do të bëjnë shtëpi kukullash. Britney po bën një shtëpi për Barbin dhe Monika një shtëpi për Shtrigën. Le të shohim se kush e bën shtëpinë më mirë. Britney zakonisht luan me Barbin, ndërsa Monika po luan me Shtrigën e saj të dashur. Ato kanë vetëm një shtëpi dhe qartësisht nuk mjafton për 2 kukulla. Ato gjithmonë zihen për të. E po, u thye. E di çfarë? Do ta bëj vet një shtëpi. Do të ngjis pjesët e kartonit bashk. Ja ku bë. Jam gjeni. Dhe tani shtëpia ime është gati. Ha? Shkëlqyeshëm, çfarë? Monika ka një shtëpi të ngjashme? Po, edhe unë i ndërtova vetes një shtëpi të veçantë. Nuk je vetmja që mund ta bësh këtë. Këtu është dritarja. Çfarë? Edhe unë kam një dritare. Ajo përsëri çdo gjë pas meje. Do t'i jap një mësim. Këtu është pistoleta ime me ujë. Shumë më mirë, Britney. Hej, kjo ishte qesharake. Jo, nuk është qesharake. Jam e tërelagur. Por kam një ide. Kam një çantë tualeti. Ka shumë manikyra këtu. Le të zgjedhim ngjyrën e përsosur. Po, kjo rozë e hapur është e bukur. Tani, le ta lyejmë shtëpinë time me të. Wow, e mrekullueshme. Kam edhe unë një ide. Do ta lyej shtëpinë time me të gjelbër. Do të dalë e përsosur. Me këtë patjetër do të jetë më shpejt. E po, unë mbarova se lyeri shtëpinë time. Mbarova edhe unë. Çfarë duhet të bëj tani? Le të mendohem. Bingo! Sakt, çatia. Le ta mbulojmë me këtë copë. Çatia ime do të jetë mbuluar me gjethe. Kjo përshtatet plotësisht me këtë ngjyrë të gjelbër. Tani, le të bëjmë një kornizë për dritaren. Do të jetë mrekullueshme. Edhe mua më duhet një kornizë. Bureimja do të jetë e bardhë. Dhe shiko këtë këpucë. Dhe unë kam një kapele shtrige. Sa e bukur. Edhe mua më pëlqen shtëpia ime. Çfarë vjen më pas? E sakt. Le të fillojmë të bëjmë katin e parë, duke shtruar një tepih. Aty do të jetë dhoma e ndenjes. Shtriga ime do të ketë mysafir në këtë dhomë. Një divan, një pemë. Wow! Edhe disa bimë të tjera dhe një gur. Një tryez kafeje natyrisht. Dhe shtriga ime mund të mbaj kapelen e saj mbi të. Kjo është e mrekullueshme. Si mendoni? Ju pëlqen dhoma ime? E po, tani është dhoma jote. Na duhet patjetër një pasqyrë. Shtrige vogël, urdhëro. Do të jetë e mrekullueshme. Në fakt, na duhen më shumë pasqyra. Kukullës ime i pëlqen shumë. Jam shumë e lumtur. Punë e mbar, Monika. Britney, po ti? Edhe unë po bëj katin e parë. Jotja është e tmerrshme krahasuar me timen. Monika, shiko dhe mëso. Këtu është tepihu, divani, tavolina. Wow! Dhe sigurisht edhe pak dekor. Të duhet patjetër një televizor. Emisioni yt i preferuar. Është shumë qesharak. Unë qesh gjithmonë këtu. E përsosur. Barbie, si të duket? Hajde. E po, si që thash, dhoma ime vërtet duket më mirë. Po, e pa besueshme. Nuk është e drejt. Çfarë duhet bëj në katin e dytë?
Një ide. Prit dhe shiko. Mirë. Kemi një lëndin të bukur. Është shumë e butë. E përsosur. E po, si të duket shtriga ime? Ke një biçiklet. E dija që do të pëlqente. Gjithashtu një pelg. E pabesueshme. Një stol i vogël dhe mund të pushosh aty. Gjithashtu mund të shikosh rosat e lezetshme duke notuar në mbrëmje. Urdhëroni rosa të vogla. Këtu është pija juaj e re, një pelg i përsosur. E po, ulu dashuria ime. Shtrigës sime i pëlqen shumë të lexoj libra. E dija që do të pëlqente. E përsosur. U ktheva nga pazari. Bleva gjithçka që më duhej për Barbin time. Së pari, do t'i bëj një pishin. Por së pari, pishina duhet të mbushet me ujë. E sakt. Ja ku u bë. Pishina ime e përsosur. Disa shezlong dhe një ombrel. Detaje të ndryshme dhe pak muzik natyrisht. Barbie ime nuk mund të shkoj për të notuar me këtë veshje. Ajo duhet të ndërrohet në rroba banje. Kjo është shumë mirë. E po, le të vendos në shezlong. Këtu është një koktej për ty. Oh, Barbie, shiko, po vin miqtë e tu. Ata duan të shijojnë festën tënde të lezetshme në pishin. E mrekullueshme, Ken, kemi vërtet shumë kopa të parë. I dashur. Jess, kjo nuk është veshja e dur për pishin. Kjo është shumë më mirë. E po, mund të futesh në pishin. Të gjithë po freskohen. Koha është shumë e nxehtë dhe koktejet do t'ju ndihmojnë. Urdhëro. E përsosur. Wow, Britney ka një fest të tërë atje. Ndoshta shtrigës sime as që i duhet kjo. E po bëjmë katin e dytë. Këtu do t'jetë një kuzhinë. Wow! Kuzhina ime do t'jetë gjithashtu roz. Sa e bukur. Tani, le të shohim se çfarë kemi këtu. E përsosur, disa ushqime të shpejta. Wow, edhe pak ushqim. Tani, disa pajisje kuzhine. Wow, madje edhe një thocë buke. Le të bëjmë një 2 toste. Wow, vërtet funksionoi. Po e vendos në një pjatë. Po marr pak reçel. Barbie, është koha që ti të hash drek. E bëra për ty. Ulu, do të ndihmoj. Barbit sime i pëlqejnë shumë tostet. E po, mikja ime, të bëft mirë. Po lyej tostet me reçel. Dhe po i provoj. Do t'jetë shumë e shishme. E po, e dija që do të pëlqente. Edhe ti ke një kuzhinë? Po, por ka një ndryshim. I imi është më i mirë. Këtu është një koktej, smoothie i preferuar i shtrigës sime. Njerëz, këto kuzhina janë vërtet të lezetshme. Dhe ne po vazhdojmë përpara. Le të shohim se çfarë kemi të përgatitur. Në katin e tretë do t'jetë një dhomë gjumi. Oh, këtu mund të pushoj shtriga ime. Një tepih i zi. Ky është një tepih. Wow!
Oh, ti gjithmonë përsërit pas meje. Ky do t'jetë shtrati. Dhe unë kam një shtrat roz. Shiko këtë zemër gjigante me shkëlqim. Është mu në mur. Edhe mua më duhet një dollap. Veshjet e shtrigësime do të ruhen në të. Edhe disa libra. Përsëri, ajo e pëlqen shumë leximin. Dhe disa nga gjërat e saj të preferuara, së bashku me një poster. Dollapi i Barbit sime është patjetër më i madh. Ajo ka aq shumë rroba. Le t'i vendosim të gjitha. Këtu janë çantat e dorës dhe këpucët. Barbit sime do t'i pëlqej shumë. Vajza, ato dhoma gjumi janë të mrekullueshme. Kukullat tuaja do të shmënden pas tyre. Oh, e di çfarë të bëj? Le t'i ndërrojmë rrobat e Barbit sime. Wow! Çdo gjë duket aq e bukur. Nuk di çfarë të zgjedh. E po, shtriga ime ka një gramafon në dhomën e saj. Ajo do të mund të organizoj kërci me mu në dhomën e saj të gjumit çdo ditë. Po, është shumë argëtuese. Po. Barbie ime është shumë e bukur. Por u lodha duke luajtur vetëm. Një ide! Le të shkojmë te fqinja ime me një tort. Monika! Përshëndetje! Nuk po vinte ti duar bosh. Barbie ime vendosi të qeras me një tort. Oh, sa e lezetshme! Le të luajmë bashk. Kukullat tona janë shoqe në fund të fundit, ashtu si edhe ne.